Anës, në zonën e njohur si stacioni i trenit, një nga 16 degët e kryeqytetit, prej orëve të para të mëngjesit vjen procesi normal i votimit antarësisë Partisë Demokratike për zgjedhjen e kryetarit të saj, ndërkohë që ndonse bëhet fjalë për një orar të mesditës dhe nisjes së pasdites, pritet që në vijim të shtohet fluksi i pjesëmarrësve në votime, duke qenë se edhe ka patur kthime të njerëzve nga puna dhe konsiderohet si një ditë ndonse shtunë për sektorin privat që janë në marrëdhënie pune. Këto janë pamjet nga qendra numër 9, ku ndonse flasim për një orar të drekës, pjesëmarrja është e vazhdueshme e qytetarëve, edhe në këtë dek ka patur pjesëmarrje të konsiderueshme në votime. Është një nga degët më të mëdha të Tiranës. Jam së bashku në fakt me kryetaren e degës Eda Grimci, e cila do të na paraqes edhe një panoramë të qartë të gjithë zhvillimeve të ditës sotme në këtë degë. Po, votimi ka qenë i qetë, ka qenë pa asnjë lloj problematike, pjesëmarrja ka qenë e lartë deri në orën 11. Vazhdojnë antarët vinë si sheshe, por edhe për shkak të orarit tani patjetër që ka një qetësim të situatës dhe mbas orës 4 fillojnë edhe patjetër rritet pjesëmarrja. Deri tani mund të jemi te 510-520 votues të degës 9. Diçka e tillë, pak më shumë, pak më pak, sepse nuk është se e kanë mbajtur, po paktën në bazë të fletëve të votimit. Eda, duke e krahasuar me zgjedhjet e fundme që janë mbajtur përfshirë degën apo zgjedhjet në krahasim me situata të tjera zgjedhore brenda partisë dhe duke patur konsideratë edhe orarin për cilin po flas. Atëherë, çfarë ka qenë risi është që në orët e para, kur është bërë hapja e zonave zgjedhore, hapja e degës, ka patur pjesëmarrje shumë të lartë. Unë kam gjetur njerëz të kur erdhe për të hapur, që erdhi komisioni për të hapur materialet zgjedhore për të filluar procesin e votimit. Pjesëmarrja deri tani, po të referohemi të paktën zgjedhjeve të fundit për kryetar degë, është më e lartë. A mendoni që do të ketë kjo degë nevojën për të zgjatur orarin, duke qenë se keni përsëritur vazhdimisht edhe kolegët tuaj gjatë ditës që në orët e pasdites pritet pjesëmarrje e qytetarëve pra te orari që është caktuar? Atëherë, të paktën sipas referuar listës të antarësisë dhe listës edhe të strukturave, presim shumë njerëz që të vinë akoma të votojnë. Nëse deri në orën 6 do ketë njerëz që po votojnë, ose dikush mund të më shkruajë të marrin telefonin thotë po vi, po patjetër që ne do ta mbajmë hapur që do t'i lejojmë njerëzit të votojnë. Pastaj kjo varet edhe nga çfarë do thot pastaj edhe komisioni, nëse do të vendosë që të mbyllet apo jo, ose nëse do të vendosë që të shkrojmë te orari. Po patjetër që nëse do të ketë antarë që do jenë duke ardhur për të votuar, do shkojë edhe te orarit. Një mesazh për antarësinë, cila është rëndësia e këtij procesi? Mesazhi që kam për gjithë antarët e Partisë Demokratike është ky: sot me vot demokratët të vendosin kryetarin e Partisë Demokratike, por kjo vot nuk është thjesht për të vendosur kush është kryetari i Partisë Demokratike, kjo vot është për të vendosur që demokratët janë këtu, që demokratët qëndrojnë, që do të bëjnë qëndres dhe të gjithë së bashku jemi e vetme forcë politike që do ta zhdukim Edi Ramën. Prandaj demokratët më tepër se kurrë sot duhet të shprehen me vot. Po të vinë nuk di nëse keni. Edhe një pyetje shumë shkurt kam, nëse është akoma zota Grimci aty, duke qenë se do numërohen atje votat, pra ku janë, edhe duke qenë se gjithë aty besoj janë deri diku të stërvitur me proceset zgjedhore. Sa mendoni që mund të zgjas numërimi i atyre votave që janë atje? Kolegu Parruca pyet, duke qenë se votat numërohen në qendrat e votimit, sa mendoni që do zgjas procesi i numërimit të votave? Këto nuk e dim, normalisht bëhet në fillim do të bëhet mbyllja e kutive, pastaj do të bëhet rakordimi i proces verbaleve, do hapim derën të antarët që do të, sepse na mendoj që në orën 18 kur të bëhet mbyllja e kutimit, nëse do të bëhet e kutive të votimit, do të jetë numërimi do të bëhet i hapur, ne do ta filmojmë gjithë procesin e numërimit edhe duke varet nga numri i votave. Po besoj që mund të shkojë një orë procesi i numërimit, një orë e pak patjetër. Pastaj të gjitha Një flet votimi është, edhe unë duke pat parasysh se si shkon edhe minutazhi për numërimin e fletëve të votimit, unë mendoj që një orë e pak
patjetër do të shkojë sado shkatë të jetë numëruese, po e do kohën e vet për të numëruar, sepse presim që pjesëmarrja të jetë, nëse pjesëmarrja tani me këtë ritëm ka qenë rreth të 500 pak vota, pjesëmarrja do të jetë besoj te 700 e sa, nuk e di, e presim kaq. Dhe mendoj që do të shkojë numërimi një orë gjysmë. Faleminderit juve. Po Barusa, me sa duket edhe rezultati duke qenë se do të numërohet pranë qendrave të votimit, do të jetë në kohë të shpejtë, pra një rezultat paraprak të paktën mbi vendimin që kanë marrë zgjedhësit antarë të Partisë Demokratike pro kundër apo abstenim, po? Jo, e qartë. Fation, falenderoj. Nëse s'ka gjë tjetër për të shtuar prandej, edhe zonjën Grimsi, faleminderit për këtë raportim. Ishte Fation Gjinaj nga Dega 9, dëgjuat edhe zonjën Eda Grimsi që u bashkuar në këtë bisedë. Nga Tirana zhvendosemi tani, shkojmë në Vlorë për të parë situatën atje, nëse është gati lidhe me kolegu